sytë e miqve tanë, e miqve të Shqipërisë, janë të drejtuar të opozita shqiptare. Sepse, natyrisht, ata kanë qëndruar dhe qëndrojnë për shtetin ligjor në Shqipëri. Ne jemi shumë mirënjohës. Ata janë gjetur para dhanave, para fakteve, dokumentave që asnjë prej tyre nuk i imagjinonte. Problemi është se leva e Arkimedit për largimin e Edi Ramës jemi vetëm ne. Janë qytetarë shqiptarë, është opozita shqiptare. Kështu që nesër shënon një etapë të re vendimtare në betejën tonë për përmbysjen e këtij regjimi, armiqësor në të gjithë qenjin e tij ndaj Shqipërisë, shqiptarëve, kombit, të sotmes dhe të ardhmes tyre. Me besim të madh tek qytetarët shqiptar se do t'i dalin Zot, ëndrës tyre më të bukur, interesit tyre kombëtar, interesit tyre personal, familjar, të fëmijëve të tyre. Opozita do të udhëheq kryengritjen paqësore, gjerë në rrëzimin përfundimtar të këtij regjimi antishqiptar armiqësor të shqiptarëve. Ndaj dhe duke denoncuar me forcën më të madhe këtë zhvillim të merësisht negativ dhe pasoja për vendin, le t'i zotohemi Edi Ramës se ai nuk do të gëzoj kurrë. Këtë që mendon, dhe se në rast se mendon t'i shpëtoj një prokurori, nuk do t'i shpëtoj kurrë lëkurën e tij nga populli shqiptar, qytetar shqiptar.